Sekreti si t'i mbijetoni një infarkti nëse jeni të vetëm. Është e rëndësishme të njohur simptomat e një infarkti në mënyrë që më vonë të reagosh menjëherë nëse ndihesh keq, simptomat përfshijnë: ndjesi e dhimbje në krahëror që përhapen drejt qafës, nofullës së poshtme, shpatullës së majt, krahut të majt dhe të dorës, dhimbja zgjat të paktën 20 minuta, djersitje ekstreme, ndjesi të përzierash dhe të vjellash, vështirësi në frymëmarrje, ndjesi të rëndesës në krahëror. Gjëja e parë që duhet të bësh nëse vini re te vetja simptomat e mësipërme është të telefononi ambulancën. Nëse ke një aspirin, atëherë duhet ta pish menjëherë pasi aspirina është një medikament që lejon që të shtojë edhe në pllakën e arteriosklerotikës, i cili është shkaku më i shpeshtë i ishemisë dhe infarktit. Nëse konsumoni një kokër aspirin brenda 30 minutash, atëherë ajo do të jetë efektshme derisa të vijë edhe ekipi i ambulancës.